Hajeri radiallahu ta'ala anha i thot, a është urdhër për Allahut? Atëheri kthehet Ibrahimi alayhis salam i tha, bel amarani Allahu bidhalik, tha gruaja ime. Tha, Allahu më ka urdhëruar me këtë veprim. Shifni ju vëllezërit e mi, i mjafton të Hajerës radiallahu ta'ala anha ta kupton këtë realitet, që urdhëri është urdhri i Allahut. Edhe i thot Ibrahimit alayhis salatu wassalam, i thot, idhhab idhen lën yudayyi'ana Allah, shko o Ibrahim, ik, se s'do të na humbën Allah. Ja ilaha illallah. O ju vëllezër, e kishte kuptu Hajeria se Allahu nuk na ka urdhëruar për të na humb, por Allahu na ka urdhëruar pse na do, siç e përmendëm në fillim. Asnjëherë nuk na ka urdhëruar ki Zot xhallahu ala ju vëllezërit e mi, për shembull me zeqat, që të na paksohet pasuria. Andaj e ka qenë zeqat për të thënë se ajo është tim dhe është pastrim i pasurisë tënde. Asnjëherë nuk na urdhëroi ki Zoti i Madh atë ditë kur na urdhëroi me 5 herë në ditë që ne o ju vëllezërit e mi të na humbën nevojat e kësaj dynjaje dhe interesin e kësaj dynjaje, përkundrazi namazi është që e rregullon jetën e njeriu. Pra çdo shko Ibrahim se nuk do të na humbën Allah.